Shoqata EVU Albania, pjesë e shoqatës europiane EVU, për analizën dhe rindërtimin e aksidenteve rrugore në Europë, organizon për herë të parë në Shqipëri simpoziumin me tematik Analiza e aksidenteve, siguria rrugore dhe sfidat e sigurimeve. Dita e parë e simpoziumit u zhvillua në ambientet e Universitetit Politeknik në drejtimin e drejtuesit të EVU Albania, doktor inxhinier Alfred Hasanaj. Këtë të mërkur, për ekspertët autoteknik, u mbajt një trajnim mbi rindërtimin e aksidenteve rrugore nga eksperti gjerman, drejtuesi i EVU Europe, doktor inxhinier Mikael Vajt. Drejtuesi i EVU Albania, doktor inxhinier Alfred Hasanaj, sjell detaje rreth këtij simpoziumi, që vjen për herë të parë në vendin ton. Ditën e parë ne duhet të implementojmë teknologjitë më të fundit të rindërtimit të aksidenteve rrugore, siç kemi dhe kutinë e zezë të automjeteve. Deri më parë flisim vetëm për kutinë e zezë të avioneve, sot kemi dhe kutinë e zezë të automjeteve, me bazën të cilave ne arrim të përcaktojmë shumë të dhëna, shpejtësinë e automjeteve dhe me radhë. Pra dita e parë sot përcaktohen teknologjitë më të fundit për rindërtimin e aksidenteve rrugore, qoftë me metodat e dokumentimeve të ngjarjes që janë pajisja total station dhe kështu me radhë, por dhe kutia e zezë dhe automjetit, që është baza mbi të cilën ndërtohet dhe aksidenti rrugor. Kjo është për sa i përket ditës së parë, thjesht trajnim kualifikimi i ekspertëve mbi teknologjitë më të fundit të shkencës rindërtimit të aksidenteve rrugore. Well, very important is that you have such a symposium. Why? Një simpozium i tillë është shumë i rëndësishëm. Përse aksidentët që do të bëjmë nesër tregojnë se sa preciz do të jemi nga njëra anë, ndërsa nga ana tjetër ju do të kuptoni se sa rëndësishme është që oficerët në Shqipëri të jenë në gjendje të bëjnë një punë perfekte në vend ngjarje të aksidenteve. Pra, raportimet ndikojnë në zbatimin e ligjit, të përmirësojmë sigurinë, jo vetëm sigurinë në rrugë, por dhe sigurinë e ligjit. Pra, është një gjë e madhe dhe jam shumë i lumtur që jam i ftuar. Nesër më datë 13 qershor 2025, përveç trajtimit të temave mbi aksidentet rrugore, sigurinë rrugore dhe sfidat e sigurimeve, para sheshit Nën Tereza është planifikuar realizimi i një përplasjeje live të mjeteve. Në sheshin para Universitetit Politeknik ka filluar dhe përgatitjet për live crash testin. Do ndërtohet një sinjalistik komplet me gjitha elementet e sigurisë së saj, qoftë me rrethrodullim, qoftë me kryqëzim, me semafore të gjitha me radhë. Pa do ndërtohet një pistë didaktike me të gjitha elementet e sigurisë. Po jo vetëm live crash testin, por ne do organizojmë edhe një ditë kombëtare ndërgjegjësimi. Pra nesër këtu nuk do të jetë një show që do vinë njerëzit të shikojnë përplasjen e mjeteve, por do jetë ditë ndërkombëtare mbi sigurinë rrugore. Do të jetë ditë ndërgjegjësimi që çdo përdorus rrugët duhet ta ketë të qartë zbatimin e rregullat qarkullimit rrugor. Procesi do të fillojë i tillë, ku automjeti do të vijë me një shpejtësi të caktuar, me shpejtësi të lartë, sepse qëllimi është që ne të përcaktojmë edhe shpejtësinë e mjetit. Do të godasi, në një rast konkret do kemi automjet këmbësor, automjet biçikletë, do të godasi biçikletën, më pas do vi policia rrugore e cila do të ndërtojë procedurën e saj për dokumentimin e vendit ngjarjes. Pas policisë rrugore do vi mjeti i shërbimit urgjencës, i cili do të japi dhe mesazhin që këtyre mjeteve të shërbimit urgjencës t'u jepet përparësi, sepse kemi shumë aksidente ku ndodhin ku janë përfshirë mjetet e shërbimit urgjencës, pra do të jepet edhe ky mesazh. Pra policia rrugore do të japi mesazh mbi ndërgjegjësimin. Gjithashtu, pjesë të këtij eventi do kemi edhe DPSHTR-n, e cila do të ndërtojë këndin e saj të sigurisë. Aktiviteti do të jetë i gjerë, do fillojë herët në mëngjes. Presim një pjesëmarrje shumë të gjerë nga gjithë përdorusët e rrugës, me qëllim dhënien një mesazhi të madh sensibilizimi. Shoqata EVU Albania do të aplikojë për herë të parë në Shqipëri metodat të teknologjisë së fundit për kthyrjen e vendit të ngjarjes së aksidenteve dhe leximin e kutisë së zezë të automjetit.